nuk ka asnjë hulumtim i cili jep rekomandime apo jep dyshime për komplikimet që mund të jep vaksina e fruthit, hiç komplikimet të zakonshme që janë. Që mund të jetë komplikimet të zakonshme? Mund të jetë temperaturë, plagështi, lodhje me pas fëmijë, as ajtje e vendit ku e ka marrë, dhimbje, por asnjë komplikim tjetër vaksinë, shumica e vaksinave kanë. Edhe vaksina e fruthit hyn grupin e vaksinave që nuk ka komplikime të konstatuara, edhe pse ka pas, është përmendur me debatu këtë, edhe flitet sot shumë për lidhjen e autizmit, që është një problematikë e shëndetësore. Një prej miteve më të shprehuna. Po, domethënë edhe tash lidhet me të. Vetëm disa çështje domethënë që nëse analizon statistikat e vrin. Domethënë realisht ne kemi pas para disa viteve, para 20 vitesh vaksinimi ka shqen 95% për fruth. S'ka pas autizëm. Tash ka ra vaksinimi, është rrit autizëm. Domethënë po të kish pas të shmëri kjo do të shkoj profesionalisht rritja, domethënë do të kish rritur numri. Shkon proporcion tjetër, jo ky. Jo ky, domethënë prandaj kjo tregon që edhe domethënë është një problem multidisiplinar sot ende i pastudiuar mirë domethënë autizmi, që tregon domethënë që ndryshimet veç fillojnë qysh gjatë shtatzanisë së nanës, ndërsa vaksina merret pas vitit të parë. Ka pas raste kur këtu shpesh në vitin e parë problemet e autizmit nuk mund i vrejnë prindet. Dhe çka bën, ai jep vaksinën, edhe pastaj kur e merr vaksinën, mendja mas 2-3 muaj sheh që ato turrit fëmijë fillojnë më dal problemet në pa, dhe çka bota e lidha e mur vaksinën që kanë filluar më shpreh problemet. Prandaj ky është qëllimi ynë që me biçetu me njoftu njerëzit domethënë që nuk ka lidhshmëri, janë bërë disa hulumtime tash me qindra mira njerëz, jo me një grup të vogël.